Ju përshëndes nderuar shikues, jeni me lajmet në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ka përfunduar pa rezultate konkrete takimi mes kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku për çështjen e presidentit. Kurti ka deklaruar se takimi ishte konstruktiv, por që ende nuk ka zgjidhje sa i takon çështjes së presidentit. Ndjekim një deklarim të shkurtër të kryeministrit Kurti. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re do t'ju njoftojmë. A se letra do në nëna për Vjosa Osmani? Do të kemi zgjidhje, por do t'ju njoftojmë se kjo po hecë. Me njerë pas përfundimit të takimit të tret brenda një jave mes Kurtit dhe Abdigjikut, është mbledhur grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Deputeti Besjan Mustafa tha se zgjedhjet janë të panevojshme në këtë fazë, derisa shtoi se deri më tani nuk ka asnjë propozim për asnjë kandidat. Qëndrimi i përbashkët, mendimi i përbashkët është që zgjedhjet janë të evitueshme, të shmangshme, të panevojshme në këtë fazë të Republikës sonë. LDK-ja, siç kemi shprehur dhe më parë, jemi të gatshëm që të kontribuojmë në drejtim të zgjedhjes së presidentit në dy drejtime. E para është një konsensus i gjerë politik, pra një kandidat që vije si pajtueshmëri nga gjitha partitë politike, dhe e dyta është një marrëveshje politike klasike në mes të dy partive, në këtë rast Pushtetit dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Natyrisht, më lejoni të cek dhe këtu që Pushteti ka 66 ulse në kuvend, pra ka 66 deputet, ka 66 vota, dhe në asnjë format kjo gjë nuk bëhet pa ta. Ndrojmë temë, shteti serb duhet veproj, kështu ka deklaruar kryetari i Lëvizjes Socialiste në Serbi Aleksandar Vulin, duke akuzuar policinë e Kosovës se ka plagosur një të ri serb në Leposavić. Ai ka marrë si shembull shërbimin izraelit Mossad. Nëse Izraeli mundet, çfarë ka shërbimi serb që nuk mundet? E kemi bërë këtë edhe më parë dhe e dim se si bëhen këto punë, ka thënë kështu Vulin në një intervistë për mediat serbe. Kryetari i Lëvizjes Socialiste në Serbi Aleksandar Vulin ka akuzuar policinë e Kosovës se kanë plagosur një të ri serb në Leposavić, duke kërcënuar se ata që kryen këto sulme duhet pasur frikë nga Serbia. Neve askush nuk na ka frikën, Kurti nuk e ka problem që ta aktrojnë ndonjë marrëveshje dhe nuk e ka frikën që do të ketë pasoja për këtë. Nuk ka frikë që ndonjëherë mund t'i ndodhë diçka atij, e ashtu edhe njerëzve të tij. Kushdo mund të hyjë me forcë në Leposavić për ta rrahur një djalosh serb, dhe ai polic nuk ka frikë se do t'i ndodhë diçka. Asnjë nga ata polic nuk kanë frikë se mos t'ju ndodhë ndonjëherë diçka. Sipas tij, kjo situatë nuk do të ndryshojë derisa të ndalen sulmet ndaj serbëve në Kosovë. Ai që e qelloi fëmijën tonë ditën e Krishtlindjeve, ai nuk ka frikë se do t'i ndodhë diçka dhe asgjë nuk i ndodhi, derisa ta fillojnë të na kenë frikën për atë që po i bëjnë bashkësisë serbe në Kosovë, ata nuk do të ndalen së bëri. Duke përmendur sulmet në Izrael, Vulin tha se edhe shërbimi serb mund të veprojë njësoj. Pra pastaj ata le të mendojnë atë se çfarë do t'ju ndodhë. Nëse Izraeli mundet, Mossadi, çfarë kanë shërbimi serb që nuk mundet, pse nuk mundemi edhe ne? E kemi bërë këtë edhe më parë. Ne e dim se si bëhen këto punë. Vulin tutje tha se mjekët, infermierët e profesorët po largohen nga Kosova për shkak të pritjes për marrjen e licencës dhe nuk po duan të rrisin më fëmijët atje. Ministria e Jashtme e Kosovës njofton se sot në ambientet e jashtme të ambasadës së Kosovës në Berlin janë vendosur etiketa fyse dhe me përmbajtje shoviniste në gjuhën serbe mbi plakatin identifikues të objektit. Mbi shkrimet e vendosura përmbajnë slogane nacionaliste dhe nxitëse, përfshirë mesazhe si nuk ka dorëzim, Kosova është Serbi dhe thirrje të tjera me konotacionin propagandistik dhe përqarës, thuhet në njoftim. Me njerë pas identifikimit të këtij akti, Ambasada e Republikës së Kosovës në Berlin ka njoftuar autoritetet kompetente gjermane. Policia gjermane është informuar dhe pritet të ndërmarrë veprimet përkatëse në vend ngjarje, përfshirë hetimin e plot rrethanave dhe identifikimin e përgjegjësve, thuhet në komunikatën nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Fori vazhdon të luajë rol të rëndësishëm në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme për të mirën e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë. Ne do të vazhdojmë të sigurohemi që KFOR-i mbetet i fuqishëm dhe i aftë për qëllimin e tij, kështu ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte,
gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut, duke shtuar se ky shtet e ka mbështetur prej kohësh misionin paqëruajtës. Rutte ka theksuar se KFOR-i vazhdon të luajë rol thelbësor për sigurinë në Kosovë. Vazhdojmë edicionin me të tjera lajme. Në dhomat e specializuara në Hag po vazhdon gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Airdin Kuqit, të akuzuar për pengim të drejtësisë në përpjekje për të ndikuar tek dëshmitarët. Gjatë seancës së sotme ka nisur dëshmin dëshmitari i dytë i zyres së prokurorit të specializuar, i cili punon në Institutin e Kriminalistikës së Holandës. Ai foli për rolin e institutit. Procedura standarde e punës është që çdo akt ekspertizë duhet të rishikohet dhe duhet që të analizohet nga një person nga një ekspert i dytë. Kjo është praktika e zakonshme. Pyetje, ky person i dytë a punon për IKH-n? Ik denk 99. Përgjigje. 95% të raporteve të IKH-s, raporti rishikohet nga një ekspert i dytë i cili punon i IKH-s. Por në qoftë se kemi situata të jashtëzakonshme, nëse nuk ekziston një person që është i trajnuar për të rishikuar, për të shqyrtuar raportin, atëherë gjejmë dikë tjetër, një ekspert tjetër nga jashtë institucionet. Edicionin e vazhdoj me lajme nga sporti. Handbollistët e Kosovës i kanë vazhduar stërvitjet para 2 dueleve të muajit mars, të cilat do të zhvillojnë kundër Finlandës. Dardanet me 5 mars udhtojnë në Vanta për duelin e parë, ndërsa 3 ditë më pas në Prishtinë zhvillojnë ballafaqimin e dytë. Kombëtarja e Kosovës në handboll në konkurrencën e vajzave ka shtuar intensitetin e stërvitjeve për 2 ndeshjet e muajit mars, të cilat do të zhvillojnë ndaj Finlandës. Dardanet me 5 mars udhtojnë në Vanta për duelin e parë, ndërsa 3 ditë më pas në Prishtinë zhvillojnë ballavaqimin e kthimit. Në dallim me 2 stërvitjet e para, selektori Agron Shabani me bashkëpunëtor ka pasur në dispozicion të gjitha lojtarët e ftuara, me të cilat ka punuar në disa aspekte taktike për t'u përshtatur edhe lojës së finlandezeve. Jemi në 2 ndeshje me Finlandën, shpresoj që përgatitja deri në fillim të ndeshjes ka më shku shumë mirë dhe shpresoj që kemi me pas fitore në 2 ndeshje dhe një paraqitje sa më të mirë. Është hera 3 që jam pjesë me kombëtarin A, edhe jam shumë e lumtur për mundësinë që më ka jap. Na presin 2 lojë shumë të vështira me Finlandën, po të marr parasysh jena ekip i ri edhe jena në zhvillim. Premtojmë që kemi me dhon maksimumin edhe me pas fitore. Me lumtur që më ka jap mundësia për me kanë pjesë e kombëtarës A. Siguron sikur këtë vajza kemi me jap maksimumin që me u kthim me fitore në Kosovë edhe me kualifiku Kosovën në kampionatin evropian. Ndeshjet në fjalë takojnë fazës së dytë kualifikuese për kampionatin evropian, derisa Kosova Finlanda janë rivale direkte për vendin e tretë në grup, që po ashtu mund të sigurojë kualifikim në evropianin e këtij viti. Finlanda nuk është një prej kombëtarëve të njohura në Evropë, mirë po megjithatë ka lojtarë që luajnë në ligat elitare dhe në vendet me handboll të zhvilluar si Suedia, Norvegjia, derisa Kosova është në ndërtim të gjeneratës, por me gjithë këtë fakt kërkon maksimumin. Ndryshe, kombëtarja jon i ka luajtur tashmë 2 ndeshje në këto kualifikime. Është mposhtur nga Franca e Kroacia, nga të cilat ka pësuar disfat edhe Finlanda, kështu që ndeshjet e muajit mars pritet të vendosin për vendin e tretë në grup.